dhe tyne, sepse nuk janë transparent. E dyta, kanë morë vendim ad hoc. Edhe nuk i kanë specifikat, për shembull, një media mund me pas mbi 50 punëtor. Po, ne kemi. Po, mbi 50 punëtor. Për shembull, pe morë me shembull, një media mund me pas mbi 50 punëtor. Po konsum të energjisë elektrike nuk është e njëjtë me një kompani prodhuese, ose me një kompani shërbyese, apo me një kompani tregtare. Dhe çka duhet me bë këtu? Këtu duhet me qenë shumë ma transparent. Po këta, duke frigu transparencës edhe diskutimit publik, këta janë zbraz dhe po morën vendimet prera. Ky është vendim autokrat. Në mënyrë të prerë, ne s'kemi zgjidhje tjetër, ne do të me... Mirë po, a janë konstituar vendim? është duke u shërtuar. Po dëgja, atë matë, unë dëgja. Po s'pu besoni ju që ju janë duke u shërtuar tarifat, besoni që është marrë vendime? Unë e mendoj që me vetë faktin e deklarimit të kryetarit të ZRE-s, a i tha vendimi bëni prillit ta veç ekzekuton faturat. Mirë po në qofë se pulsi publik ngritet në nivel shumë të lartë, unë besoj që i tërhiqen. Por ndryshe, në qofë se pulsi publik nuk ngritet, unë e besoj që... Cili është pulsi si pas ju tani kur flasim? Po që e shembull konkret, në qofë se janë parapor disa protesta... Po, është të shtunën... Po, është parapor protesta, në qofë se protesta është masive, unë e besoj që i kanë me tërhiq. Në qofë se protesta, politik bërë, se derisa nuk janë transparent, nuk japin llogaridhënie, pse nuk janë transparent? Pse nuk i kanë informu mediat? Si ka mundësi që ju jeni konkretisht për marrë mediat e KTV-s, si ka mundësi që ju sini të informu në përgjësë që ka me ndodhë me një qeshur? Qa kini me bo me një qeshur? Po menaj me një prill. Po menaj me një prill, po me një qeshur, ju si medium, si bizneset e kanë 3 mujdit, ndërsa ne qytetarët e kemi për një prillit. Edhe tash, derisa ti s'ki informacionet sakta, klasifikim, edhe të bizneseve. Atë shtrohet pyetja se e posh një mekanizëm të indikatorëve të Transparency International, cilët janë indikatorët e matjes së korrupsionit. Ishtë mungesa llogaridhënies, mungesa transparencës. Pse këta nuk janë transparent? Në pyetje shtrohet. Pse ZRE-ja, në qoftë se ja do i ka të mirën qytetarëve të Kosovës, qeveria, pse nuk janë transparent? Dhe ndëgjo, është shumë e rëndësishme, vendimet i kumë shiku të rëndësishme në përvendet të ndryshme të botës. Çdo vendim që i mirët, parashikohet, për shembull, nëse kishte qenë vendimi për këtë kompanin, për qytetarët e Kosovës, minimumi do është me shku 1 vjet. Për bizneset, minimumi do është me shku 2 vjet e tutje. Nuk mund është me na 3 muaj ditë biznesi me thonë, dilni në treg, bëni zgjidhje, sepse nuk, edhe ata janë një grup kompanive të vogla, të cilët në forme janë në formë, ne në ekonomie që formë kartele, marrëveshjen sheft bojnë mes veti, dhe e caktojnë një çmim të tjetër këto. Çfarë bëmi tek bizneset, që kjo rikthehemi prapë, që të diskutojmë një nga një, e sheni potencial pra nëse ka kësi lloj shtrenjtimi, sidomos tek bizneset mund t'i prek edhe më fort. Realisht duke qenë që ata janë konsumues më të mëdhenj të energjisë, ato prodhuese sidomos. Çfarë ndikimi mund të pësaj pastaj? Unë e përmena që nuk kemi të qartë nga ZRE-ja, apo të qartë nga ZRE-ja, që me pas një strukturë, sepse nuk është të njëjtë si një biznes shërbys, tregtar, një ashtu edhe një prodhues. Dhe tash, në qoftë se nismi dhe analizojmë, kompanit prodhuese konsumojnë, shpenzojnë energji ma shumë elektrike. Po e kemi një sasi të vogël në kompanive prodhuese. Dhe ne du të mi shty kompanit prodhuese, ne du të mi stimulu qeveria kompanit prodhuese në indirekte që ata me qenë me nejtë venin tonë, sepse në qoftë se shtrejtojmë energjinë elektrike, ata s'pari nuk janë konkurent me tregun. Sepse ne e dim që jemi ma shumë konsumus. Ka një mjedis jo të favorshëm, sepse numri banorëve shumë i vogël. Kemi probleme politike për shkak problemeve të cilat i kemi, të cilat nuk po mujnë me eksportu, kam probleme tjerë. Dhe tash, në situatën të tillë, ne po thirrmi biznese prodhuese, për me ndiku që prodhimet tonat janë, t'i konsumim prodhimet tonat, ta lojmë parën brenda venit, e mos na qesmi parën jashtë shtetit, me import, dhe tash kompanit prodhuese, në qoftë se shkon ky trend, kompanit prodhuese kanë më detyru, o kanë më kthy konvertu kompanit tregtare, ose kanë më detyru për me ikë jashtë shtetit. Çka që disa biznese kohët e fundit, 2 vitet e fundit,
po vrej që kanë fillu sidomos këto kompanitë e ndërtimit, kanë fillu tregun me po si të mundshëm për investime në Malzi, në Ulqin, edhe disa kompani kogjot mëdha kanë fillu në Zvicër dhe në Francë. Mirë, le të flasim pak për alternativën që ka dhënë presidenca. Besoj, keni parë komente që ka dërguar presidenca, ajo ka thënë që duhet shihet mundësia dhe subvencionimit nga ana e qeverisë, por prapa të janë parat tona, po jo. Po. Si shihni këtë si opsion fillim? Shiqa, nuk janë direkte, por realisht janë deklarimi i presidentit se shoh ma shumë konsum politik, se sa shoh diskutim ma çka nuk kupton kjo konsum politik? Po konsum politik, domethënë 2 ditët e fundit pa u përfundu procesi i ketë ankesave të tjerë, po mënoj për me shtru, ata shkojnë edhe e shkruajnë një letër të tillë, ja rritet kosto e jetesës. Ku ka qenë presidenti para disa javë që të ka propozuar zëreja? Ku ka qenë? Vetë presidenta do shme ngritë zërin për një gjë të tillë. Po nuk mjafton. Po mund të presidentja që kjo në formë zyrtare. Ja, në formë zyrtare 2 ditët e fundit ti nuk mundesh me dhënë. 2 ditët e fundit kur e pa që impulsi publik po reflekton, mediat po reflektojnë, nuk është sepse ajo është përfaqësuese e një shteti. Do të mi mbrojt drejtat e qytetarëve, do me po paka shumë rrethonat të cilat janë. Jo mazi që janë bërë disa debate në fund për konsum politik, për konsum të interesit individëve të caktuar, ose personal, dhe del me një deklarat 2 ditë pa morë, pa u shterë gjitha. Por nëse jo pages nga qytetarët me shtrenjtim të energjisë 15%, nëse jo me subvencionim, si du të shihen alternativa, zoti Misini, sepse kur flasim ne, pra kjo është pyetja themelore, kur flasim ne që Keci dhe Kesko po thonë nuk e përballojmë dot kështu këtë formë pra të bëret biznes këtu, a mund të edhe rimendohet e gjithë çështja për shembull e rinacionalizimit, rishtetëzimit të distribuimit të energjisë elektrike? Shiqa, unë mendoj që e para do të më dhonë hapësirë dhe mundësi që me qenë distributorë dhe kompani tjera. Keku të prodhon energji, po të ju ofrohen edhe kompani tjera. E dyta, nëse nuk i përshtatet Keskos, atëherë në tërhiqet. Në tërhiqet, ose në ta blenë kompani, qysh po dënë, që ka këthy, qysh është diskutu kjo puna e grandit, në të kthehet në ndërmarrje distribuimit shtetëror. Pse me qenë privat? E treta, cila kishen alternativa e tretë? Alternativa e tretë kishen që mu mobilizu, do të në pitashtit e tutje, me mënyrë indirekte, me eliminu gjitha barierat dhe me fillu njerëz me investu me panele solare. Edhe shumë shpejt i mërna, kur i kemi mbi 6 miliard euro pare, mjetëve financiare të depozitume, të vish paramendo të vish një 10% ose 20% të tëne. E treta, mush me thirë diasporën, që për shembull 75% të investimeve diaspora e banë në patundshmëri. Pse që ato investime mos mu kthy në investim kapitalit të cilët përfiton edhe qytetari? Pas treg i levërdeshëm, se nuk është besoj që ka mendu, ose nuk janë kushtet ekonomike, zoti Misini, që të bëhen ato investime. Kushtet klimatike i kemi, kushtet ekonomike i kemi, vetëm se mungon iniciativa shtetërore të cilat du të me ndryshu ligjit. Po ju keni pa për shembull për energji të ripërtëritshme, ka tash një ligj edhe për energji,